18 gusht, një çështje për t'u shqetësuar. Por Zoti tha: ty të erdhi keq për bimën për të cilën nuk je munduar dhe nuk e ke rritur, dhe që në një natë u rrit dhe në një natë mbaroi. Dhe mua nuk duhet të më vi keq për Niniven, qytetin e madh, në të cilin ka 120.000 veta që nuk din të dallojnë të djathtën e tyre nga e majta e tyre dhe një sasi të madhe kafshësh? Jona 4, 10 deri në 11. Jona e konsideronte veten viktim. Ai ishte i bindur se kishte të drejtë të besonte që Niniveja duhej të merrte gjykim dhe se Perëndia kishte bërë gabim që e kishte shpëtuar qytetin. Ai, gjithashtu, ishte i bindur se Perëndia e kishte gabim kur lejoi që bima që po i bënte hije të thahej, duke lënë atë të vuante në mes të vapës përvoluese. Si reagim, Perëndia nuk e trajtoi profetin sipas kundërshtimit të tij që ishte për të ardhur keq, por përkundrazi, i bëri një pyetje të rëndësishme. A të duket e drejtë të zemërohesh kështu për bimën? Jona 4:9. Perëndia po argumentonte nga çështja më e vogël te më e madhja. Nëse Jona mund të ishte kaq shumë i shqetësuar për një bimë që kishte mbirë dhe ishte tharë brenda 24 orëve, a nuk kishte të drejtë ai, Perëndia i gjallë, që të shqetësohej për popullin e Ninives? Perëndia po i bënte thirrje Jonas që të rishikonte shkallën e përparësive të tij. Pyetja e Perëndisë drejtuar Jonas është një pyetje që vlen edhe për ne. A ka ndonjë gjë në jetën tonë për të cilën shqetësohemi më shumë se sa t'i shohim njerëzit jo besimtar të bëhen ndjekës të përkushtuar të Jezu Krishtit? Nëse i shohim zemrat tona, ne mund të kuptojmë se për sa i përket kohës, financave, dhuratave dhe lirive tona, pyetja a ka ndonjë gjë shumë shpejt bëhet sa shumë gjëra. Ata që na vëzhgojnë mund të mendojnë se jemi shumë më të shqetësuar për çështje që kanë të bëjnë me rehatin tonë, se sa jemi për shumë shpirtra që nuk e kanë dëgjuar kur Ungjillin. Si u përgjigj Jona pyetjes së Perëndisë? Nuk e dim. Libri Jonas mbyllet me këtë pyetje hyjnore. Mirë, po pyetja më e rëndësishme nuk është se si u përgjigj Jona. Theksi i librit bie mbi dëmshurinë e vet Perëndisë. Pyetja më e rëndësishme është kjo: si e kuptojmë ne, lexuesit e librit, hirin e Perëndisë? A do të vendos shembulli i tij në ne një model shqetësimi për të tjerët, në mënyrë që të dëshirojmë që ata të largohen nga mëkati dhe të besojnë tek ai? A do të jetë zemra jonë më e ngjashme me zemrën e Jonas apo me atë të Zotit? Ka ardhur koha që të mos u japim përparësi shqetësimeve të botës. Përparësia jonë duhet të jetë fitimi për Krishtin i shpirtrave të humbur që janë në komunitetet tona. Ne përjetojmë gëzimin e njohjes së dëmshurisë së Perëndisë në jetën tonë përmes Jezusit. Reagimi vetëm e vend ndaj këtij privilegji të madh është që të japim nga vetja, në mënyrë që edhe të tjerët ta njohin atë. Perëndia të pyet: për çfarë shqetësohesh më tepër? Për shtëpinë tënde? Për zotërimet e tua? Për pajisjet e tua? Apo për njerëzit në lagjen tënde që nuk e njohin Jezusin?